Në presi ta marrin një burg të përjetshëm. Djalin tem të ri ma ka shtin dhe unë si non ato me nxekum rejtiti. Është ndonjë mjet i tipit të kaçavidës ose shrafcigeri që i themi ne. Plaga në shtëpi ka qenë plagë shpuese. Është mbajtur seanca e radhës ndaj dy të akuzuarve për vrasjen e Auron Thaqet. Në seancë dëshmoi ekspertja mjeku ligjore Birgita Curri, e cila tregoi në detaje ekspertizën. Gjatë ekzaminimit të trupit në autopsi, ku përveç dëmtimit në regionin femoral të djast, është evidentuar edhe një plagë shpuese në pjesën e sipërme të shpatullës së majtë. Nga ekzaminimi i organeve të brendshme dhe vitale, nuk është gjetë asnjë shkaktar tjetër përveç gjakderdhjes dhe shokut hemorragjik. Dimensionet e plagës në shtëpi janë të përshkruara në raportin e autopsisë. Plaga në shtëpi ka qenë plagë shpuese me madhësi 0.5 herë 0.5 cm dhe thellësi 0.2 cm. Plaga nuk ka depërtuar asnjë strukturë përveç lëkurës dhe indit nën lëkuror. Do të thonë ka qenë plagë sipërfaqësore. Mjeti i shkaktimit me besueshmëri të lartë, objekt i fortë me maje. Dëmtimi në pjesën e përparme të kofshës së djast është ndryshuar për shkak të intervenimit kirurgjik, prandaj edhe nuk kemi mundur që të përshkruajmë karakteristikat e plagës, por kemi përshkruar vetëm pasojat e saj në paragrafin dëshmimi trajtimin mjekësor, ku është evidentuar prerja kirurgjike me gjatësi 18 cm, e qepur me 14 pen kirurgjik, të cilën qepje e kam hap dhe është vrejt gjakosje e indeve të buta, gaza të vendosura e të mbushura me gjak, është bë diseksioni special i shtresave anatomike, kemi evidentuar qepje në arterien femorale kryesore të djast. Plaga vdekjepruese ka qenë plaga në regionin e përparëm të kërdhokullës së djast, kofshës ose kërdhokullës së djast, ndërsa plaga e përshkruar në pikën 2 të ekzaminimi i jashtëm ka qenë tërësisht e parrezikshme. Nga përshkrimi që e kam bërë për plagën e dytë, që ka qenë në shtëpi dhe e cila nuk ka qenë ndryshuar për shkak të qepjes ose intervenimit kirurgjik. E para që mundet me më ranë mend prej mjeteve është ndonjë mjet i tipit të kaçavidës ose shrafcigeri që i themi ne. Po që ka maje që mund të shpohet. Mbrojtja e familjes së viktimes shprehi pakënaqësitë e tyre në lidhje me dëshminë e ekspertës. Ekspertizën të cilën e ka bërë, pa fotografi, pa përshkrim të plagëve të shkaktuara dhe një ekspertizë ose të qëllimt jo të plot ose pa dijet jo të plot. Unë si përfaqësues i palës dëmtuar, kam kërkuar që 2 plagë të shkaktuara në trupin e tani viktimës të përshkruan edhe me fotografi dhe para trupit gjykuese dhe para të. Kjo na mungon. Mungon edhe në akt akuzë. Në akt akuzë flitet për një plagë të shkaktuar, kurse sot ekspertiza na jep që kemi 2 plagë. Edhe atë me mjete të ndryshme. Njënin me kaçavid në shpinë, kurse tjetra mund thot tjetë me kaçavid ose me mjetë të mpret. Çka na jep me kuptuar se procedura është zhvilluar në mënyrë të gabuar ose jo të plot nga ana e prokurorisë. Gjykata besoj do t'i zbardh. Besoj do t'i zbardh provat dhe faktet dhe të akuzuarit do t'i marrin dënimet e merituara. Në presi ta marrin një burg të përjetshëm. Djalin tem të ri ma ka shtin dhe unë si non ato me nxekum rejtiti. Çka patëm ato? Pse Japoni ai rruga këto? Me gjitha ty keni ndihmoj. Çka ka pas punë me djali, për shka
Këtë jetën u ka përgjurës, po mu i me të regullu edhe djallit e të vajzën psikologjin atje, Turqi. Këtë më hapa me senë, për shka ka i rullajt edhe e në saj. Që ku Mustafa ma i rullan e kanë dhe e kanë qëtë taj vendi ku e ka shpërthy. Djallin. Unë e ku folë gjysore para se mi ndodhë rastë, djalli u ka në mjë, ku folë ku më kesh. Ka i dhe djalli ri, lullet e rinis, ato po dhe një qikën e ka të smut, jo ato, jo vajza është e smut. E unë djallin kush ka maj ma këtë prapë me ma zavendësua ato më. A ka të ishtë zavendësi prapë. Ka zavendësi.